Skandal në Tetov. Pas 19 vitesh, gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut ka vendosur të shfuqizojë emrat e 10 rrugëve dhe shesheve që mbanin emra figurash dhe ngjarje shqiptare. Çfarë po ndodh në të vërtetë? Emra si Iliria, Kongresi i Manastirit, Avdyl Frashëri dhe Sami Frashëri hiqen, ndërsa rikthehen emra nga periudha jugoslave si Marshall Tito, JNA, Lenin dhe Ivo Lola Ribar. Sipas vendimit, ndryshimet e vitit 2007 që kanë bërë pa miratimet e nevojshme ligjore. Por pyetja që po ndez debat është kjo: a është ky vetëm një vendim juridik apo një goditje ndaj identitetit shqiptar në Maqedoni? Nëse emrat shqiptar hiqen pas gati 2 dekadash, çfarë mesazhi dërgohet për historinë dhe kontributin e shqiptarëve në këtë shtet? Disa thonë se ligji duhet respektuar. Të tjerë thonë se po fshihet memoria kolektive e një komuniteti të tërë. Po ti, çfarë mendon? A duhet të rikthehen emra shqiptar apo vendimi i gjykatës është i drejtë? Shkruaje mendimin tënd në komente dhe dërgoja dikujt që duhet ta shohë këtë video.